Përshëndetje. Në këtë seancë do shpjegojmë disa nga funksionalitetet e Google. Tani kemi shpjeguar Gemini dhe Google Docs dhe do shpjegojmë Google Sheets. Ok, tani jemi në Google Sheets. Google Sheets ka të njëjtën prezantim si Exceli, para shumë ka dhe të njëjtën funksionalitet. Është gjërësisht i përdorur, është pa pagesë, që do të thotë mjafton të keni një llogari në Gmail dhe e përdorni masivisht dhe përdorni lehtësisht Google Sheets. Për pjesën se cili nga këto Google Sheets apo Exceli është më i mirë si tools, unë do thoja që secili ka ato prioritetet e veta, pavarësisht se Excel ndoshta është një tools ose një program i cili ka një përdorim më të gjerë, ka një përdorim më të hershëm, ndërsa Google Sheets është relativisht më i ri. Dhe në disa funksionalitete Exceli është edhe më i avancuar, por për përdorim praktik dhe sidomos për punime në grup, mendoj që Google Sheets është tepër praktik. Dhe siç e thashëm përpara, duke qenë se shërbimi përdoret falas, ka edhe një përdorim të gjerë ku shumë persona të cilët nuk kanë blerë paketën e Microsoftit përdoren Google Sheets për të kryer shërbimet ose projekte të ndryshme që ato kanë në Excel. Tani edhe Google Sheets vjen me templatet, janë me shumë vlerë për t'i parë, ato janë rekomandimet të vetë Google Sheets për disa nga punë të ndryshme që ju mund të keni, mund të jenë për pjesën e prezencës, customer relationship, buxheti, dhe gjitha këto janë template të gatshme që ju thjesht i përshtasni ose i personalizoni sipas nevojave ose fatura të ndryshme, të cilët ju këto template pastaj përshtatni sipas nevojave të biznesit ose projektit për cilën punoni. Në blank spreadsheet hapet një spreadsheet i ri, ka një prezantim totalisht si Google, si Exceli, me të gjitha me pamjen e parë, dhe në Sheets ne mund t'i emërtojmë, ku mund të vendosim tabela, që është emërtimi i sheeteve, mund të hapim një sheet të ri dhe mund të lëvizim nga njëri në tjetrin. Ashtu siç e kam shpjeguar dhe të Google Docs, edhe kjo ka një share që e bën shumë të thjeshtëzuar pjesën e punës në grup, ku këtu supozojmë që vendosim me email emrin e personit, të cilët ne do i bëjmë share, dhe në këtë pjesë i përcaktojmë edhe rolin e tij në këtë projekt, ku mund të jetë një person që thjesht e shikon si dokument, komenton ose një editues. Dhe pastaj mund t'i dërgojnë një email. Në momentin që bën të gjitha këto veprime, dërgohet një email tek personi në fjalë, ku i dërgohet një link, ku ka mundësi që ta hapi ato si dokument dhe të vazhdoj dhe të bëhet pjesë e projektit. Tani, çdo ndryshim ose çdo punim që ju bëni në këtë dokument i prezantohet automatikisht personave të cilët i është bërë share ose janë pjesë në këtë projekt, domethënë përmes opsionit share. Edhe këtu ka shtimin e komenteve, ku komunikimi me grupin ose me pjesën tjetër të projektit, që janë pjesëmarrës në këtë projekt, mund ta realizoni përmes komenteve, duke nënvizuar ose duke specifikuar seksione të ndryshme të këtij dokumenti, ose edhe qoftë komente të përgjithshme, ku ju mund t'i shënoni ose mund të specifikoni dhe personit të cilit mund t'i drejtohet ky koment. Tani në pjesën e menus, janë pak a shumë e njëjta siç ka një prezantim një Excel i përgjithshëm. Në file kemi një new, ku mund të hapësh një spreadsheet, kemi importojmë, mund të bëjmë një kopje, është share, ku në këtë rast ne mund ta publikojmë në një web ose mund ta bëjmë share me të tjerët,
mund ta dërgojmë me email ose mund ta shkarkojmë, ku kemi mundësi ta shkarkojmë në Excel, në PDF ose në disa formate të tjera që janë edhe më pak të përdorshme. Mund t'i bëjmë një rename, mund ta lëvizim, shikojmë versione të ndryshme dhe printimi, që në këtë rast përdoret edhe nga opsioni që është në ikonën. Pastaj është edit, që kemi copy dhe paste ose find and replace. Në këtë rast mund të zëvendësojmë ose mund të kërkojmë një fjali ose mund të bëjmë një zëvendësim, pak a shumë e njëjta gjë që përdoret në Word dhe në Excel. Kemi një view. Tani unë do ndërtoj një tabel. Këtu kemi ndërtimin e tabelave të ndryshme. Po marr një tabel. Tani ne kemi, në momentin që krijojmë insert tabel, kemi një tabel bosh, kemi një tabel të ndryshme që mund të rekomandohen nga Google Sheets, që është për shembull një tabel eventesh, një tabel projektesh, është me interes ose rekrutim aplikantësh ose disa rekomandime që vjen nga Google Sheets se si mund të ndërtohet një tabel ku ka një prezantim edhe shumë profesional. E supozojmë që unë do marr një tabel të bardhë dhe në këtë tabel vendos emërtimin. E supozoj që këtu do vendos kategoria, ose po shojmë muaj dhe shitjet. Ne supozojmë që këto të tjera ne nuk i duam, atëherë i bëjmë një delete, që në këtë rast është fshim kolonat nga C-ja tek F-ja, nga C-ja tek F-ja, pavarësisht se është mbuluar, që do të thotë edhe emërtimi i qilizave ja ta fshim. Tani një pjesë shumë e rëndësishme në Excel është kuptimi i qelizës ose adresës së qelizës, që në këtë rast është numri i rreshtit, që është treshi, dhe kolona, që në këtë rast është D3. Dhe kjo qelizë, po ta shikoni këtu, ka këtë adresë unike në Excel. Atëherë shënoj muaj janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Edhe në fshirjen e rreshtave, në këtë rast i klikojmë me të djathtën dhe kemi rreshtin 14 dhe 15. Ose mund t'i bëjmë hide ose mund t'i bëjmë clear. Në qoftë se përdorim opsionin clear, në këtë rast nuk e fshim si rresht, por fshim atë çfarë ne kemi shënuar në këto dy rreshta. Do të thotë që në qoftë se ne kemi diçka të shkruar, thjesht i bëjmë clear informacionet të shkruar në këto rreshta. Në qoftë se ne i bëjmë delete, në këtë rast do fshim me gjithë rreshtin dhe ajo nuk do shfaqet më në tabel, nuk do jetë pjesë e tabelës tonë. Atëherë e shtuam këtu. Nëse duam që ta shtojmë një kolon, e supozojmë që e kemi klikuar me të djathtën dhe shtojmë një kolon nga e majta ose një kolon nga e djathta. Shtojmë nga e majta. Atëherë, këtu e emërtojmë numër rëndor. Atëherë, kemi 1 dhe do i numërojmë muajt e vitit, ku në këtë rast mund të me drag and drop ne bëjmë një numërim automatik. Tani janë muajt e vitit dhe e supozojmë që kemi 2000 ose 20000, 9000, 3300 e tjerë.
E supozojmë që janë vlerat e shitjes që ne kemi ba për këtë muaj. Tani, këtu kemi prezantuar një numër në dorë, muaj të shitjet. Tani, këto vlera ne bëjmë një formatim, edhe një herë një formatim, ku do thotë do i shënojmë në dollar. Tani janë me dy numra pas presjet, këtu i shtojmë ose i heqim, në këtë rast i heqim dhe i prezantojmë numrat pa presje dhjetore. Dhe kemi ndërtuar një tabel të thjesht, e heqim këtë. Kemi ndërtuar një tabel të thjesht, ku janë muajt e vitit, një numër në dorë dhe ka një vlerë në dollar për pjesën e prezantuar të shitjeve për çdo muaj. Tani ne mund të vazhdojmë akoma me stilimet, ku mund të stilojmë formën e shkrimit, e supozojmë këtu shitjet. I japim një emërtim kësaj tabela, shitjet vjetore, dhe këtu mund të vazhdojmë të ngjyrosim, të shkruajmë dhe të formatojmë të gjithë formatin sipas dëshirave, mund të ndryshojmë edhe ngjyrën, nga jeshile mund ta bëjmë një ngjyrë tjetër. Dhe pak a shumë kemi përfunduar me pjesën e prezantimit të tabelës. Tani freeze, tu mund të shtojmë komente të ndryshme tabelës. Pjesa e freeze, në këtë rast ne mund të përdorim që ta ngrim këtë. E supozojmë që do bëjmë vetëm kokën, view, dhe ngrim rreshtin. Okej. Tani kur ulem me ashensor, në qoftë se do na lindet nevoja, në qoftë se do na lindej nevoja për ta lëvizur këto kolonat e para, kjo kolona e parë mund të ngeli e pa lëvizur, dhe për këtë mënyrë ne na nevojitet që kur të lexojmë vlerat, kjo kolona të mos largohet nga pjesa e emërtimit për kuptuar se çfarë vlere po lexojmë. Pjesa e insertit, kjo është qelizat, rrjeshtat, nëse dojmë të shtojmë një qelizë, kolonat, dhe insert sheets, që në fakt ne bëjmë me përmes këtij opsioni, dhe mundësojmë që të hapim spreadsheet të reja, ose tabelat që i pamë më përpara, insert chart, që janë edhe grafiqet, por do t'i shpjegoj më vonë, janë pivot tables ose tabelat pivot, që përdoren masivisht për pjesën e përpunimit të informacionit. Mund të marrim imazhe të ndryshme dhe mund të shtojmë formulat që ne kemi parë edhe në i kemi parë sum, average, count, të gjitha këto formula që i kemi parë edhe në Excel, i kemi në insert function. Mund të vendosim një link ose mund të vendosim checkboxet, edhe këto përdoren. E supozojmë që checkboxet e klikojmë. E supozojmë që kthehemi mbrapsht. Është plotësuar plani, një pikë çudica, e vendosim me dy pika, dhe këtu vendosim po ose jo, dhe tek poja vendosim një checkbox, supozojmë që kemi një po,
E vendosim. Po, ose jo. Ose jo. Dhe jemi në këtë kuadrat. Shtojmë një checkbox. Dhe përmes kësaj i ndryshojmë vendodhjen, e vendosim në ansore dhe këtë e vendosim më afër, duke e pozicionuar më afër kuadratit. Tani ne mund të zgjedhim ose po ose jo. Tani dhe përmes kësajt ne dëshirojmë që i zvoglojmë, hapim qelizën që t'i bëjmë më shumë vend dhe i mbyllim këto qeliza për t'i afruar edhe më shumë. Dhe pak a shumë e kemi krijuar një demonstrim të thjeshtë të tabelës dhe checkboxet të cilat përdoren masivisht, ku ju mund të klikoni ose mund të përzgjedhni opsionin tuaj. Në format, këtu mund të shënojmë pjesën e shkrimit, të shkrimit të tekstit, të numrave, shkrimin e datës së dhe orës, është formatimi i qelizave, ku në këtë rast supozojmë që këtë tashmë e kemi formatuar në dollar, por mund të shkojmë në currency dhe mund të formatojmë, e supozojmë që e formatojmë sipas formatit që ne na nevojitet, mund të jetë një numër, mund të jetë një tekst, mund të jetë një numër i thjesht, ose counting, ose me përqindje, ose data dhe ora, dhe disa elementet e tjera, ose conditional format, në këtë rast zgjedhim range-in, unë e kam shpjeguar dhe në Excel këtë, në këtë range do vendosim e supozojmë që do shikojmë vlera që janë më të mëdha se $900 dhe këto vlera do t'i ngjyrosim me të verdh ose zgjedhim një ngjyrë ndryshe, ndoshta pak më të ndezë. Okej. Tani edhe bëjmë done, që do të thotë kemi vendosur një kusht në tabel që të na ngjyrosen të gjitha kolonat në të gjitha rrjeshtat në kolonën e shitjeve, në këtë rast, që janë me vlerë më të madhe se 900, do të thënë për shitjet që janë më shumë se $900, i japim done dhe në këtë rast ne kemi krijuar një tabel, në fakt një condition ose një kusht ku kemi shtuar një rregull që automatikisht tabela ngjyroset ato rrjeshta në të cilët janë më të mëdha se $900. Supozojmë që këto e bëjmë për 100 dhe shohim që automatikisht ndryshon tabela ngjyrën dhe tregon që në fakt kjo shitje është më e vogël se limiti, ose e supozojmë që çdo shitje duhet ta kalojë vlerën 900 për muaj, në ndryshe ajo është nën kosto. Dhe shikojmë që këto 2 muaj janë me vlera poshtë kufirit minimal të përcaktuar. Përveç kësajt, vendosim një total i shitjeve. Ne mund ta vendosim një lloj me formulë. Shkrimi i formulave është i barabartë, ka gjithmonë shenjën e barazimit dhe vendosim një total dhe vendosim që në fakt ka një vlerë të tillë. Hapim pak qelizën për ta parë të plot, por e heqim
vlerat pas presjes dhe kemi këtë prezantim që do të thotë totali, e dekorojmë, i japim dhe një ngjyrë, kemi këtë total dhe kemi këtë vlerë. Që do të thotë këtu është totali i llogaritur me një formulë ose maksimale përmes insertit, shkojmë tek formulat, functions dhe kemi maksimalja dhe vendosim vlerën maksimale të shitjeve. I japim enter dhe automatikisht na nxjerr këtë vlerë, i heqim presjet dhjetore dhe shohim që muaji dhjetor në fakt është muaji me shitjet maksimale. Tani, siç e shikoni, kjo është një dizenjim shumë i thjeshtë. E supozojmë që do vendosim dhe një chart. Chartet janë tabela të thjeshta. Vendosim përzgjedhim nga të gjitha këto tabela, cila mendojmë që është më prezantuese për informacionin ton. E supozojmë që marrim me një prezantim me kolona dhe data range është ku do merret ky informacion dhe do merret i gjithë nga anishi deri tek C13. Shikojmë që qeliza e parë është tani dhe qeliza e fundit është E13, që është kjo këtu praktikisht, ose mund ta përzgjedhni dhe shohim që kemi të tillë. Ose ndryshojmë, supozojmë që do ta ndryshojmë pak se ka diçka të gabuar këtu në qelizat. Ka shumë rëndësi. Atëherë shkojmë këtu edhe një herë. E supozojmë që ne nuk do i prezantojmë numrin rëndor, por do ketë vetëm shitjet dhe këtë pjesë të informacionit të tabelës, që në këtë rast fillon me B1 dhe mbaron me qelizën e fundit që është C13 dhe i japim OK. Tani kemi një prezantim, e heqim. Kemi një prezantim në formë grafiku të gjithë këtij informacioni tabelar, ku nëse duam ta editojmë, mund t'i bëjmë një edit chart dhe fillojmë dhe editojmë. E supozojmë që këtu do shkruajmë shitjet për muaj dhe mund vazhdojmë të eksplorojmë të gjitha këto duke vendosur një legjend, duke vendosur shumatoren, duke shkruar aksin dhe shitjet. Në këtë rast X-i në këtë rast është muaj, është kjo kolonë e tabelës, ndërsa seria ose është kjo shitje. Dhe OK. Kjo është një tabelë thjesht dhe siç e shikoni tani, unë kam përdorur pak a shumë një prezantim me disa funksionalitete kryesore të ndërtimit të tabelave, hartimit të disa formulave të thjeshta dhe prezantimit të grafiqeve në Google Sheets. Tani, mund t'i vendosim përmes edhe një herë që ta rename këtij prezantim viz poshtë shitjet. Tani ky dokument është ruajtur me prezantim shitjet. Dhe çdo ndryshim, siç e kam shpjeguar, prezantohet edhe te grupi tjetër. Dhe këtu vazhdojnë dhe bëj pjesa e komenteve. Kjo është pak a shumë një prezantim i thjeshtë i disa nga funksionaliteteve më bazike dhe më të rëndësishme dhe më thelbësore të Google Sheets. Sigurisht që mund të vazhdohet punohet më shumë përmes ndërtimit të tabelave ose përpunimit të informacionit të Google Sheet për më shumë se sa një tab. E supozojmë
që edhe këtu kemi mundësi të përdorim Gemini ose Gmin, le ta quajmë kështu. Create a table for personal budget. Tani kërkojmë Gmit, kemi kaluar në dhe ka krijuar tashmë. Okay. E kemi vendosur. E supozojmë që e vendosim këtu. E ka kthyer përgjigjen Gemini, ka vendosur një tabel e cila është një format i gatshëm dhe neve ose mund ta kopjojmë, por në këtë rast i vendosim një insert. Aty ku në atë kolon që keni përzgjedhur ose në atë qelizë bëhet edhe copy paste. Dhe ka ndërtuar një tabel të thjeshtë, shumë të shpejtë, për sa i përket një buxheti personal. Tani këtu është të gjithë puna jon, edhe këtu mund vendosim Gmin ku mund ta pyesim cila është vlera më e madhe, për shembull which is the maximum value dhe jep vlerën maksimale që ai shef në tabel, që në këtë rast e përcakton që është e barabartë me këtë vlerë dhe e shohim që është e saktë. Tani siç e shikoni, unë bëna një dy përdorime shumë të thjeshta të këtij të Gemini në tabelën në punimin ton. Tu mund t'i bëni hide, mund t'i bëni dhe protect, ku mund t'i vendosni një password, ose mund t'i bëjmë një test, një emërtim, dhe shikojmë që ne mund të punojmë në shumë sheete të ndryshme në të njëjtën kohë, që mund të jenë pjesë e një projekti. Dhe kjo na thjeshtëzon që gjithë puna të jetë organizuar në një portofol të thjeshtë për tu shpërndar dhe thjesht për tu përdor dhe thjesht për tu updateuar dhe për tu ruajtur. Kaq kisha për këtë episod, shpresoj të jetë qenë ndihmues dhe mos hezitoni që të më pyesni për çdo paqartësi.